Së pari, zoti kryetar, na keni ftuar sot në seancë plenare të diskutojmë për një marrëveshje që na njoftua tani që mund të shkojmë ta marrim te Sekretaria e Kuvendit. Ndërkohë që kushtetuta dhe rregulloria e Kuvendit të detyrojnë që menjëherë sapo projekt ligjit paraqitet në Kuvend, t'ia shpërndash atë deputetëve. Detyrim cili nuk e keni përmbushur, por mendoni se do të shndroni Kuvendin e Shqipërisë një lloj si grupi juaj parlamentar. Ju është fakt publik që kryeministri ju ka thënë se jeni vetëm kartona, nuk duhet mendoni, nuk duhet keni ide, nuk duhet bëni propozime, nuk duhet lexoni projekt ligje, vetëm duhet të votoni. Mirë, po ky është rregull i funksionimit për këta anën të Kuvendit, për grupin tuaj parlamentar. Por nuk mund të jetë rregull për Kuvendin e Shqipërisë, aq më pak për këta anën të sadhës së Kuvendit të Shqipërisë. Parafolsi këtu tha detajet marrëveshjes, që do të thotë që ju një pjesë të deputetëve i trajtoni ndryshe dhe një pjesë të deputetëve i trajtoni ndryshe. Folët për një kërkesë të ardhur nga Këshilli i Ministrave që jep argumenta se pse Kuvendi do duhet shkel Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Në fakt, nëse do të ishit realisht kryetari i Kuvendit, nuk do ta kishit lexuar atë lexim, atë njoftim. Nuk duhet të kishit thënë deputetëve që Këshilli i Ministrave ka duhet i kishit thënë deputetëve që Këshilli i Ministrave ka sjellë njoftim që na kërkon ne të shkelim Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Por unë si kryetar Kuvendi jam betuar mbi këtë kushtetutë dhe nuk e lexoj njoftimin, por do t'ja kthem mbrapsht Këshillit Ministrave që ta sjellë kërkesën në përputhje të Kushtetutës. Mirë, po ju Kushtetuta është firma e Edi Ramës. Jo ajo kontratë që ne kemi lidhur me popullin shqiptar. Ndërkohë që për ne Kushtetuta është kjo kontrata që kemi lidhur me qytetarët shqiptar. Na foli zotria për marrëveshje historike. Për çfarë historie flisni? Keni patur 14 vite kohë qeverisje tuaj për plotësuar buxhetin e NATO-s, buxhetin e sigurisë dhe detyrimet që rrjedhin nga antarësimi i Shqipërisë në NATO. Na fleti ne që skuptojnë e marrëveshjen? Po kur zotrote i quaj NATO, ky krau këtej jo vetëm e kuptonte, por firmoste dhe miratonte antarësimin e Shqipërisë në NATO. Kur ti protestoje kundër NATO-s, ne kuptonim, lexonim, firmosnim dhe nënshkrunim antarësimin, marrëveshjen e antarësimit të Shqipërisë në NATO. Pa aftësia dhe mungesa e vizionit qeverisë, që e quan Shqipërinë deri në pikën që të rrezikonte antarësimin e Shqipërisë në NATO, sepse nuk ishte përmbushur shpenzimet e mbrojtjes, nuk është kurrë urgjencë, e ka emrin pa aftësi, mungesë vizioni. Më pak se 2% është buxheti i mbrojtjes Republikës Shqipërisë në shkelje të angazhimeve si një vend antar i NATO-s, ndërkohë që Edi Rama mburret publikisht për të kundërtën duke gënjyer. Vetëm pasi aleatët tanë strategjik, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe media ndërkombëtare zbuluan vërtetën, qeveria po përpiqet të korrigjojë me nxitim atë që në fakt do duhet kishte planifikuar prekohesh për të kufizuar dëmin që i shkakton besueshmërisë së Shqipërisë si aleat i denj i vendeve të NATO-s. Në këtë kontekst, pa diskutim që marrëveshja 300 milion euro me Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të blerë pajisje ushtarake, të cilën e ripohoj, ne nuk e disponojmë akoma, nuk na është vënë në dispozicion siç rregullat e funksionimit i parlamenti e diktojnë, absolutisht që është e mirëpritur. Marrëveshja është e mirëpritur, sepse Shqipërisë i duhen investime të tilla. Absolutisht që është një reagim i vonuar i një qeverie të papërgjegjshme që nuk përmbushi detyrimet ndaj NATO-s dhe lejoi që Shqipërisë t'i vihet në pikpyetje edhe vetë antarësimi i saj në NATO. Siguria kombëtare nuk ndërtohet me propagandë dhe as me reagime të vonuara nën presion. Shqipëria ka nevojë për një qeveri që përmbush angazhime ndaj NATO-s me përgjegjësi
dhe nuk e ekspozon vendin si një alat jo serioz dhe jo të besueshëm. Prandaj, zoti kryetar, ju do duhet kishit informuar Kuvendin, jo vetëm mbi kërkesën e ardhur nga Këshilli i Ministrave apo qëndrimin e grupit parlamentar që kjo marrëveshje pa u lexuar të votohet brenda ditës sotme, por dhe për një qëndrim, cilin unë ta kam shprehur në emër të opozitës gjatë fundjavës mbi procedurën që ky kuvend do duhet të ndjek. Po, ne jemi pro marrëveshjes që rrit investimet në fushën e sigurisë. Po, ne jemi pro marrëveshjes që përmbush detyrimet ndaj detyrimet e Shqipërisë në antarësimin në NATO, pra ndaj vendeve të NATO-s. Po, ne do ta votonim pro marrëveshjen me aleatin ton strategjik, duke e falenderuar për mbështetjen që i bën Shqipërisë, edhe pse është hua dhe Shqipëria ka patur të gjitha mundësitë që gjatë tyre 14 viteve ta përmbushte vetë këtë detyrim, po ju në vend të NATO-s edhe në vend të partneritetit me Shtetet Bashkuara të Amerikës zgjollët inceneratorët që nuk ekzistojnë, kaq është për qytetarët shqiptar, qofse parat $300 milion nuk do ishin vjedhur nga Edi Rama dhe qeveria e tij bashkë me Klodian Zoton e Klodian Mërtirin për inceneratorë që nuk ekzistojnë, por do të ishin investuar në fushën e sigurisë kombëtare, Shqipëria nuk do të kishte nevojë të merrte një ua të tillë. Por ne kemi një qeveri që në vend të përgjegjshmërisë ndaj aleancës zgjedh korrupsionin në kundër të angazhimeve në kuadër të NATO-s, zgjedh të vjedhë parat e qytetarëve më të varfër në Europë. Dhe ju kam propozuar që sot Kuvendi të miratojë shqyrtimin me procedurë të përshpejtuar, komisionet përgjegjëse të marrin kohë të martën dhe të mërkurën për të shqyrtuar marrëveshjen dhe të premten të mblidhemi për të votuar të gjithë bashku marrëveshjen me aleatin ton strategjik Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kjo, zoti kryetar, sepse kështu na e dikton Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë. Neni 83, pika 2 e Kushtetutës parashikon se Kuvendi me kërkesë të Këshillit Ministrave ose 1/5 deputetëve mund të shqyrtojë dhe miratojë një projektliqë me procedurë përshpejtuar, por jo më parë se një javë nga fillimi i procedurës së shqyrtimit. Dhe procedura që ju po ndiqni, zoti kryetar, është konstatuar, po ju nuk i lexoni dhe nuk i respektoni vendimet e gjykatës kushtetuese, është konstatuar si antikushtetuese me vendimin numër 18 datë 23/2/2026. Dhe ju keni detyrimin ta respektoni Kushtetutën dhe vendimet e gjykatës kushtetuese. Në nisje, kur secili prej nesh është ulur në këtë sallë, zoti kryetar, ju i keni lexuar formulën e betimit, e cila thotë, për secilin prej nesh në këtë sallë, bedohem me nderin tim se do të kryej me ndërgjegje detyrën si deputet i popullit në Kuvendin e Shqipërisë. Do të përfaqësoj denjësisht popullin tim, do të bindem Kushtetutës dhe ligjeve, do të mbroj lirinë dhe pavarësinë e Shqipërisë, do të respektoj dhe mbroj të drejtat dhe liritë e shtetasve dhe do të punoj me të gjithë fuqinë të mia për përparimin e dheut dhe mirëqenien e popullit tim. Më thoni për çfarë ndërgjegje, nderuar kolegë mazhorancës, flisni ju kur sot ju kanë ftuar të votoni pa lexuar. Me çfarë ndërgjegje do të votoni ju pa lexuar, pa ju avënë në dispozicion aktet, pa ju përfillur si deputet të Kuvendi. Më thoni për çfarë ndërgjegje jeni betuar ju, nderuar kolegë mazhorancës, ku me ndërgjegjet plot kryeni akte në kundërshtim me Kushtetutën e vendit. Dhe po ju bëj të qartë në këtë seancë plenare. Ne nuk kemi asgjë kundër marrëveshjes në parim, do duhet ta lexojmë për të shprehur në tërësi, sepse ndryshe nga ju nuk kemi karton, jemi betuar të votojmë me ndërgjegje dhe në mënyrë të informuar, në mënyrë të plotë të informuar, por procedurë dhe miratim të ligjeve në kundërshtim me Kushtetutën
ne nuk pranojmë kurrë. Marrëveshja, zoti kryetar, dhe një fjali dhe e mbylla se thatë Këshilli i Ministrave ka kërkuar hyrje në fuqi sa më parë. Përfundoni, po. Marrëveshja hyn në fuqi ku të dyja shtetet përfundojnë procedurat e vetat brendshme të ratifikimit, që do të thotë nuk ka asnjë urgjencë përsa ko Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk e kanë përfunduar procedurën e tyre të brendshme, sepse ata ndryshe nga ju nuk e shkelin kushtetutën, por do ta zbatojnë kushtetutën e vendit të tyre. Dhe ne këtë po kërkojmë, të ndjekim të njëjtin standard, të respektojmë kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Ndryshe, vonesa do jetë shumë herë më e madhe, sepse ne nuk pranojmë që të qëndrojë në këmbë një ligj antikushtetues, dhe ja këtu po jo paralajmëroj, ky ligj do të rrëzohet si antikushtetues nga gjykata kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Ju falenderoj.